ka për të nderuar një shtetas të veten, por që edhe jetën për lirinë e krijimin në një shteti tjetër. Lavdi për jetë, dëshmori të kombit Indrit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj erdhi në kavaj në zbulimin e shtatorës së heroit Indrit Sara, që e dha jetën si luftëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës 26 vjet më parë. Manifestimi i dedikuar trimit të njohur si ushtar Kavaja mblodhi drejtues të lartë politik nga Tirana, Prishtina e Shkupi. Ai lindi në Kavaj, por sot i takon Kosovës, i takon Shqipërisë, i përket shqiptarisë. Indrit Sara është shembull dhe simbol i guximit, një frymë e pastër atë dhe dashurie dhe një zemër që rahu fuqishëm për lirinë e kombit shqiptar. Presidenti Begaj bëri thirrje për më shumë bashkëpunim midis Shqipërisë dhe Kosovës. Sakrifica e tij shërben si një busull për të ardhmen tonë, për një kombë të bashkuar, për një Kosovë që ecën përpara e lirë dhe krenare. Sara kishte ardhur në luftë vullnetërisht nga Londra. Në radhët e UÇK-s kishin luftuar rreth 130 burra e gra nga Shqipëria, nga të cilët 69 ranë dëshmor.